familje kemi përballu shumë. Ka që ka qenë vetëm miq, por ka qenë si edhe babë, se ndej në rrit me ta. Nuk dim ende se çka e shtiu atë person me bo atë akt. Ne kena pas miq, lajmin e kena marrë shumë në gjendje shumë keq, se na kemi jetojnë në mërgim, si kena qëllu këto. Ka qenë i vetmi që ka akon kësu, dhe lajmin e kena marrë shumë ranë. Si familje kemi përballu shumë ranë. Keni marrë informacione se që ndodh rasti sakt? Akoma ato punë mirë të shtetit është, i besojnë në shtetit, policisë shtetërore, edhe për tjetër, për momentin ajo nuk dihet kur gjë. Na sot kena ardhur mëngjes me aeroplanin e parë, edhe rastin e kena prit shumë ranë, se nuk ka e lehtë, se nuk ka që ka qenë vetëm miq, por ka qenë si edhe babë, se ndej në rrit me ta. Na ka eduku për mirë, për keq, ka më me shku, ka mos me shku. Kështu që e kujtoj na gjithë familja me mall, na mungon shumë, dhe inshallah Zoti prej në paqe. Ka qenë një rast shumë i rëndë, dëgjimin e kemi marrë mbrëmë vonë, kështu që ka qenë një rast, një shok për neve. Ky momenti ka qenë djali Agjës, dhe nuk di që ka me thonë ma shumë se sa vetë kjo pamje këtu që po jep së tash sot në Varrim, se sa njeri ka qenë ai. Nuk dim ende se çka e shtiu atë person me bo atë akt. Nuk kemi dëshime, nuk dim kur gjohë se çka, a është bon, a s'është bon, a gjetë, a ka sheja, a ka diçka. Në si familjar nuk dim. Momentalisht, zyrtarisht nuk dim, pavarësisht se ndëgjohen fjalët, anëve diçka. Diçka tjetër që ka me shtu, është në dorën e ligjit, është prokuroria, është policia, është ata këta i vendosin, besoj dhe shpresojmë shumë që do ta gjojnë dhe rastin.